Sa nga ju I kanë qef trendet e reja, sidomos ato të gatimit, duke qenë se mua më pëlqen gatimi, e kam pasion dhe kam dëshirë të mësoj gjëra të reja. Sot provova një nga këto trendet me akullore me pjepër të ngrirë. Javën e kaluar unë provova një recet akullore për shkak se më doli pjepri jo fort I pjekur, nuk më pëlqeu dhe kërkova në ChatGPT në fakt se çfarë mund të bëja me to, edhe provova akulloren që doli shumë e mirë në fakt. Por pasi e postova në kanalin tim, algoritmi bëri punën e vet dhe filloi të më shfaqte më shumë ide dhe më shumë akullore me pjepër dhe unë nuk e dija që ishte kaq e famshme dhe kaq trendi. Dhe unë provova këtë trendin e ri që ti e merr pjeprin ose një bostan e ndan në 2 pjesë, e fut në ngrirje gjatë natës ose për shumë orë derisa ajo të jetë komplet e ngrirë dhe pastaj hedh pak qumësh dhe fillon ta gryesh me një lugë pak nga pak duke shtypur derisa bëhet një masë akulloreje. Tani, unë harxova të paktën gjysmë ore dhe jo vetëm akullore që su bë, por doli një muhallebi për fëmijë të vegjël ose një syltjash thash. Kam bërë një video me të që ndoshta do ta postoj më vonë, por përveç se ishte argëtuese dhe u shkriva si qeshuri duke regjistruar në video dhe duke gryer pjeprin, mendova për forcën e trendeve, se si trendet na gënjejnë, se si ne shohim diçka edhe mendojmë që ndoshta është ashtu, hajde ta provoj edhe unë. Dhe se sa rëndësishme është eksperjenca personale, sepse eksperjenca personale e merr një mendim, e merr një trend dhe duke vërtetuar mund të shoh nëse funksionon ose thjesht ishte për një video. Dhe unë mendoj që kjo ideja e pjeprave ose bostanve të bëra akullore, të ngrire, të bëra akullore vetëm duke gryer, e para njerë nuk është praktike. Kërkon aq shumë kohë për të nxjerrë një kup akullore, që nuk del akullore tamam, në fakt del si granita ose si slash, sepse ka ato grimcat e akullit. Nuk ja vlen sepse për kohën, për prakticitet, për një video po, është gallat, edhe për një lojë le të themi nëse je diku me miqt edhe doni të bëni diçka gallat me skuadra, me ekipe, ndoshta mund ta provoni sepse është një eksperiencë gallat. Por, nëse doni ta merrni seriozisht, mos e provoni, sidomos nëse keni ftuar mysafir edhe do t'ju lej në balt. Kështu që nuk e di se çfarë mendoni ju për trendet dhe se si e provoni nëse diçka është një reklam, është një mashtrim, është për një video apo është një produkt që vërtet do dalë ashtu siç është thënë. Por jo çdo gjë që qarkullon është e vërtet, prandaj është e rëndësishme që të vëmë në punë aftësitë analitike, sidomos kur vjen puna tek lajmi, tek titujt e gazetave, që ne si shqiptari kemi shumë qef, ne lexojmë vetëm titullin dhe pastaj zbrazim një karikator me komente negative, me sharje. Në për video më ka ndodhur edhe mua që marr komente nga njerëz si natosur që thash ça bëra, ça thash, në fakt më kritikojnë për ato gjëra që jemi dakord, por nga që nuk shkon deri në fund të videos, fillon menjëherë vetëm me titullin ose vetëm me fjalët e para, edhe fillon edhe zbraz karikatorin e Kalashnikovit të zemrës së tij. Kështu që të bëhemi njerëz të mençur, një fjalë e urtë thot, I pari që flet duket se ka të drejtë, pastaj vjen I dyti që e vërteton. Pyetje sfidë për ty. Çfarë është një gjë që e ke dëgjuar dhe ke rënë brenda duke menduar se është e vërtetë dhe më vonë je bërë pishman që je bashkuar asaj gjëje, çfarëdo që të jetë, ose që e ke praktikuar. Dhe si mund të zhvillosh aftësitë analitike në jetën tënde, në mënyrë që të bësh zgjedhje më të mençura, jo gjithmonë të mësosh nga gabimet. Sot ju bekoft edhe dëgjohemi në videon tjetër. Nëse juve ju pëlqejnë materiale të tilla që lidhin jetën e përditshme me vlerat, me perspektivën e besimit, atëherë më bëni subscribe. Sot ju bekoft.